Kemi tre personalitete nga profetët, siç i trajton Allahu Izetbegoviçi te Islami dhe Medlinët e Perëndimit. Musa, Mojsiu, Jezui ose Isa dhe Muhamedi. Të tre këta përfaqësojnë diçka në po themi kulturën botërore në përgjithësi, jo te muslimanët në veçantë. Te memoria e njerëzimit, pra, kur themi Sokrati, Jezusi, te çdo njeri ka një lloj prototipi, ka një lloj ideje se çfarë. E ka një gjurë disi dhe ka krijuar një ide për të. Shakespeare ka krijuar çdo kush një ide për të. Dvagullt nuk ka rëndësi. E ka një ide, çdo kush për Sokratin, për Shakespearein, për Mojsiun, për Jezuin. Mojsiu në përfaqëson mandor skeptrin e ligjit. Dhe të urdhëresat. Forca. Anej, këtej, ndan shapin nga sheqeri, pra është ligjvënës i madh. Është patriark në farë mënyrë. Vimte Jezui. Me fal, nëse dikush ju bën ne kthehani anej, pavarësisht po i futemi saktësisht, po në themën frymën. Me një mund tjetër më shumë se vedin, e merr rrall. Pra vjen me një frymë mëshire dhe tolerancë si e kundërta e Mojsiut. Dhe vjen Muhamedi që thotë i ka të dyja mbrana. E shohim Muhamedin si shota ishte aty enten gamet, aty plasaritën gjatë adhurimit që i bën Zotit, gjatë veçimit mistik, po themi me të, dhe kemi në anën tjetër strateg hypun në kalë betejës, duke bë plane për me mbrojtë Islamin dhe musliman. E shohim domethënë ekonomist të shtetit Islam Medine. E shohim jurist të shtetit Islam Medine me kushtetutën e njohur, domethënë. Paktin që bën Medine. Të dyja këto aspekte, pse? Por i ka më njeriu është shumë e thjeshtë. Të s'po shpjegojmë në gjë gjeometrike, as në një formulë kimike dhe as në një koncept filozofik. I ka më njeriu të dyja.